إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Falenderojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe e madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruajë dhe të na mbrojë nga veset dhe gjunahet tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij, dhe atë që Allahu e humb nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, sepse ai është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as për ortak. Zoti ynë nuk ka birë dhe as bashkëshorte. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Allahut. Rob i Allahut do të thënë se ishte nga natyra e tij njeri si të tërë njerëzit e tjerë. Nuk ishte mbi njerëzor dhe as nuk zotëronte kompetenca dhe cilësi që i takojnë me merit vetëm Zotit të tij. Dhe i dërguar nga Allahu si lajmëtar, përgëzues dhe qortues për mbar njerëzimin. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, faljet, lavdërimet, mirësitë e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Nga çështjet të cilave muslimani duhet t'i kushtojë një rëndësi të madhe, ta vëzhgojë atë tek vetja e tij, të përpiqet ta njohë dhe ta ketë në kontroll vazhdimisht, është edhe besimi, imani i tij në aspektin apo kuptimin e ruajtjes së tij. Kjo për faktin se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë: Innal imana la yakhluqa fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb fas'alu Allah an yujaddida al-imana fi qulubikum. Vërtet imani, besimi bëhet i vjetërsohet në brendësinë e dikujt nga ju, ashtu siç bëhet e vjetër edhe robja. Prandaj luteni Allahun që t'ua ripërtëri imanin në zemrat tuaja. Në këtë hadith profeti alayhi salatu wassalam na tregon neve realitetin e imanit, besimit ton për Allahun e lartësuar dhe çështjet që ai kërkoi. Dhe se ky besim nuk është gjithmonë i palëvizshëm, pra nuk është diçka që e arrin në këtë mas dhe nuk ndryshon më kurrë. Por njeriu në jetën e kësaj bote do të ndeshet, do të përplaset me probleme, sfida, sprova, hallet e ndryshme, të cilat ndikojnë padyshim, në mënyrë pashmangshme tek imani i tij. Ndikojnë. Nëse mban qëndrimin e dur, imani i tij do të ripërtërihet, do të forcohet edhe më shumë. Por nëse thyet në disa prej tyre apo në të tëra ato, atëherë imani i tij do të ndryshojë për keq, do të bjerë, do të zbehet, do të vjetërsohet, njëjtë si ajo robja që e përmendi profeti alayhi salatu wassalam në hadithin e tij. Ti e blen një rrobe të re dhe dëshiron që ajo të mbetet gjithmonë ashtu. Dhe sado që ti të përpiqesh ta ruash atë,
që të mos dëmtohet, që të mos bëhet pis, që të mos bëhet e vjetër, do të vijë një kohë që ajo nga larjet e shpeshta, nga përdorimi i shpeshtë do të konsumohet. Do të bëhet e vjetër, do të zbehet ngjyra e saj, do të dobësohet materiali i saj, do të griset. Njëjtë edhe imani. Hallet, problemet, sfidat që kalon besimtari nuk janë gjëra të cilat nuk ndikojnë në brendësinë e tij, në imanin e tij, patjetër që ndikojnë. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam kur përmendi këtë realitet na tregoi neve edhe mënyrën e shpëtimit. Tha, luteni Allahun an yujaddid al-iman fi qulubikum, që t'u ripërtëri imanin në zemrat tuaja. Në zemrat tuaja, sepse imani në zemër qëndron, dhe pastaj reflektohet apo manifestohet nëpërmjet gjymtyrëve, fjalëve, punëve e tjerë. Luteni, tha, gjë që tregon se nga duat që duhet bëj besimtari, nga kërkesat e rëndësishme të shpeshta, sidomos në ambientin, shoqërinë ku ne jemi, ku ka shumë gjunafe, ka shumë vese, ka shumë zullume, që dashje pa dashje do ndikojnë të besimi jot. Do ndikojnë të besimi jot. Tha, luteni Allahun që t'ua ripërtëri imanin në zemrat tuaja. Pra kjo duhet jetë pjesë e duave tona. Dhe Allahu i lartësuar në Kur'an imanin, besimin e ka quajtur stoli për zemrën. Walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Por Allahu u bëri të dashur juve besimin dhe zbukuroi atë në zemrat tuaja. Pra ajo që i zbukuron zemrat është pikërisht imani. Dhe Allahu i lartësuar nuk vështron me vështrimin e shpërblimit apo ndështimit të përgjegjësisë apo jo në fizionominë e njeriut, por në zemrën e tij. Për atë do ta marrë në llogari. Dhe profeti alayhi salatu wassalam në një hadith thot: me të vërtet kur besimtari kryen një mëkat, në zemrën e tij shfaqet një pikë e zezë, u ndikua. Filloi imani të konsumohet, të bëhet i vjetër, të dobësohet, njëjtë si robja. Nëse ai pendohet, largohet nga mëkati dhe kërkon falje, ajo pikë pastrohet dhe zemra shkëlqen përsëri. Por nëse ai vazhdon, pra në mëkat, ato pika shtohen, mëkat pas mëkati, pikë pas pike të zezë, derisa zemra e tij të mbushet prej tyre. Ky është ran, ndryshku, për të cilin Allahu ka thënë në librin e tij: bel rana ala qulubihim, jo, por zemrat e tyre i kanë mbuluar ndryshku. Dhe thot Al-Hasan Al-Basriu, Allahu e mëshiroft, ai është gjunahu pas gjunahut, derisa e verbojnë zemrën, e në fund ajo vdes. E në fund ajo vdes. Prandaj besimtari nuk duhet ta kalojë në mendjen e tij, në përgjegjësinë e tij çështjen e imanit si diçka të lehtë. Çdo gjë që ti sheh, çdo gjë që ti dëgjon, çdo gjë që ndodh rreth teje, çdo gjë që ti thua apo vepron, ndikon tek imani jot. Ose do të shtohet, ose do të paksohet, në varësi të asaj që thua dhe bën, dhe në varësi të qëndrimeve që mban. E duke ditur se ky është realiteti i imanit, që është diçka që lëviz, që është diçka që ndryshon, që është diçka që mund të zbehet derisa të arrijë atë pikë sa të humb fare, njëjtë si robja. Atëherë lind nevoja për besimtarin që të di se cilat janë ato gjëra, të paktën më kryesore, që e ripërtërin, e forcojnë, e ruajnë imanin e tij. Ndërto është shpeshtimi i dhikrit dhe istighfarit, pra ta përkujtosh sa më shumë Allahun, dhe të kërkosh sa më shumë falje tek ai,
sepse me të parën zemra jote mbetet e gjallë, siç e përmend në hadithin e tij profeti alayhi salatu wassalam. Dhe me të dytën ajo pastrohet nga ato pitrat e zeza, derisa zemra fillon dhe shkëlqen përsëri. Dëgjimi i këshillave, ligjëratave fetare, të cilat përmbajnë përkujtim të botës tjetër, përkujtim të llogarisë tek Allahu, frikës nga gjunahet, frikës nga dënimi i Allahut, por edhe shpresës për shpërblimin e madh të tij. To janë tema dhe çështje të cilat e gjallërojnë zemrën, e zgjojnë atë nga pakujdesia, e forcojnë besimin. Dëgjimi i mësimeve fetare, muslimani duhet përpiqet që të ecë përpara në fenë e tij, të mos mbesë në atë nivel diturie që ka. Kjo është diçka që nuk duhet të gjej vend tek muslimani, sepse muslimani i përket ummetit të dijes, të cilit Allahu subhanahu wa taala ju drejtua me fjalët e para në Kur'an, Iqra, lexo. Lexo. Dhe profeti alayhi salatu wasallam ka thënë, atij që Allahu i do khairin, yufaqihu fi din, i mëson atij fen. Dhe sa më shumë dituri të marrësh, aq më shumë tregon khairin që do Allahu i lartësuar për ty. Leximi i Kur'anit, por lexim me meditim, jo lexim dhe mendja është diku tjetër, dhe zemra është në kujtimin e diçka e tjetër. Jo, lexim me përqendrim, me meditim, ti lexon ajetet e xhenetit, zemra përmallohet për xhenetin. Lexon ajetet e xhenemit, zemra friksohet nga zjarri i xhenemit. Lexon për Allahun e lartësuar, emrat dhe cilësitë e tij, zemra mbushet me madhërim, me dashuri, me frikë respekt për të. Ndikohet te një zemër e gjallë, reagon nga ajo që lexon. Vështrimi në krijesat e Allahut të lartësuar, dhe në çdo moment vëllezër, xhamati i nderuar, ne jemi të rrethuar nga krijesa madhështore, të cilat nëse ndalon, mendon rreth krijimit të tyre, madhështisë së tyre, qiell, toka, jetojmë në të njëjtin vend, në të njëjtën atmosferë, ndodh nata dhe dita për 24 orë, ndrimi i stinëve, krijesat të tjera zhvillohen, lindin, të tjera largohen, vdesin, thahen, ngordhin e tjerë. Të gjitha këto nëse ndalon dhe mediton, kupton madhështinë e Allahut, gjithë diturinë e tij, urtësinë e tij, fuqinë e tij në këto çështje. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Zemra e njeriut është vendi ku shikon Allahu. Ndoshta njerëzit shohin pamjen ton, pasurinë ton, pozitën ton, fjalët tona, por Allahu i lartësuar shikon në zemrat tona, pra vlerësimin e ka në bazë të asaj që është në zemër. Dhe sa shumë zemra dikur ishin të gjalla me përmendjen e Allahut, por me kalimin e kohës u dobësuan nga pakujdesia. Sa shumë sy dikur lotonin nga frika e Allahut, por sot janë tharë nga dashuria për dynjan. Sa shumë njerëz dikur e ndjenin ëmbëlsinë e adhurimit, por sot zemrat e tyre kërkojnë kënaqësi në gjëra që nuk i afrojnë tek Allahu. Pse kjo? Nga vjetërsia e imanit, vjetërimi i imanit. Por mëshira e Allahut është më e madhe se dobësia jonë. Ai nuk na thërret që të mos gabojmë kurrë, por na thërret që sa herë që bijem të kthehemi tek ai. Dera e tij është e hapur, falja e tij është e madhe, dhe zemra që kthehet tek Allahu
nuk humbet dhe nuk zhdënjehet kur. Prandaj, të mos largohemi nga kjo jetë me zemra të lodhura dhe të ndryshkura nga mëkatet, të zbrazëta nga përmendja e Allahut. Le ta kujtojmë Allahun Zotin ton me zemra që janë pastruar me pendim, me gjuhë që e kanë përmendur atë dhe me vepra që dëshmojnë imanin ton. Mos e shty thimin tek Allahu për nesër, sepse askush prej nesh nuk e di kur do të mbyllet libri i veprave të tij. Sot kemi mundësi të pendohemi, të përmirësohemi. Sot kemi mundësi të fillojmë një faqe të re me Allahun Zotin ton. E lutim Allahun e madhëruar që ta ripërtëri besimin në zemrat tona. Ti mbushi zemrat tona me dashuri, me besim, me frikë, madhërim dhe respekt e nderim për të. E lutim Allahun e madhëruar ti pranoj veprat tona të mira, ti fali gjunahet tona. Na bëj neve prej banorëve të xhennetit, na ruaj nga zjarri i xhehenemit, na lehtësoj llogarinë në ditën e vështirë të gjykimit. Ti bëj varret tona kopshte prej kopshteve të xhenetit dhe të na japi sukses në përgjigjet e pyetjeve të varrit. E lutim Allahun e madhëruar që të na japi neve përfundim të mirë. Fjala jonë e fundit të jetë fjala më e mirë, vepra jonë e fundit të jetë vepra më e mirë, dhe dita jonë më e mirë, më e bukur të jetë takimi me Zotin ton. E lutim Allahun e madhëruar që t'i fali dhe t'i mëshiroj të gjithë muslimanët, të gjallët dhe të vdekurit prej tyre, t'i shëroj të sëmurët tanë, t'i furnizoj të varfrit tanë, t'i ndihmoj të shtypurit dhe të doptit nga ne. E lutim Allahun e madhëruar të na japi neve mirësi në vetet tona, në familjet tona, në punët dhe fjalët tona, në pasurinë tonë dhe në çdo begati që ai na ka dhënë. Na japi neve mirësi në dynja dhe në ahiret dhe të na ruaj nga dënimi i zjarrit. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيموا الصلاة